Në 6 muajt e fundit, 409 zjarre kanë shpërthyer në Tetofe rrethin, shumica prej tyre në hapësira të hapura. Faktori njeri ka qenë shkaktari kryesor, thon nga njësia kundër zjarrit, duke apeluar te qytetarët për më shumë kujdes, sidomos tani gjatë temperaturave të larta. Kemi qenë të angazhuar edhe në pjesën e malit Sharr, i cili është i mbrojtur dhe ka një drejtori i cila në bashkëpunim me ne bashkërisht dalim në intervenime të llojit të tillë. Dihet që faktori njeri është ai i cili çdo herë është ai xixa e parë e një zjarri të përmasave të mëdha, kështu që apelet e zjarfikësve si zakonisht dhe çdo herë kemi pas apele të ndryshme që të ruhet natyra për shkak se ajo është e jona dhe duhet të kujdesemi më shumë. Drejtori i Parkut Nacional Mali Sharr thotë se janë të përgatitur për ndërhyrje emergjente, pavarësisht kapaciteteve të limituara të personelit. Ne jemi të përgatitur për ndërhyrje të shpejtë, për shuarje të zjarreve, mirë po fatkeqësisht me kapacitete të limituara, për shkak se numri i punonjësve nuk është shumë i madh. Kemi një plan vjetor operativ për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret. Posedojmë një automjet të specializuar me rezervuar dhe pompë për shuarje të zjarreve. Po ashtu kemi bërë edhe trajnimin e punonjësve për shuarje të zjarreve, si dhe për ndërhyrje në raste apo situata emergjente. Drejtori i Parkut Nacional i rikujton se të gjithë vizitorët që futen në zonën e parkut me liç janë të detyruar të regjistrohen. Çdo hyrje paguhet 150 denar për automjet. Tani gjatë temperaturave të larta, është rreptësisht ndaluar të ndizen zjarre në parqet kombëtare.